që në rast se duhet, neve jemi të gatshëm që partneritetin publiko-privat si koncept ta implementojmë. Por edhe aty kanë frikë institucionet. Nuk e di se çfarë është frika, ndoshta do duhet të bëhet një holumtim nga dikush tjetër për të identifikuar pse ata kanë ndrohur, pra që të ketë një partneritet publiko-privat, sepse e dini, partneriteti publiko-privat parashet që investimet të cilat shteti do duhet i bëj, tua jep bizneseve lokale. Pse të hapen tendere për kompanitë e huaja e të vinë këtu, to a marrin ato mjete për të cilat paguajnë vetë aty me bizneset vendore. Në nivel shtetëror, sa është ky partneritet? Në nivel shtetëror është vetëm në përgjithësi unë do të tregoj në planin strukturor. Është vetëm mos themi në aspekt të subkontraktimit. Të pakta janë ato kompani që kontraktojnë direkt ndonjë tender të madh, o flas për tenderet më të mëdha. E potencuar më herët. Kompanitë të cilat kanë marrë tendere apo kanë realizuar projekte shtetërore janë kompani të trashëguara nga Jugosllavia. Pra, është pak simptomatike gjithë kjo punë. Neve e dini që oda ekonomike e mashinarisë verë pendimore një nga sektorët dhe grupacionet e bizneseve më të fuqishme që i ka dhe ka sektorin e ndërtimtarisë. Pra, ndërtimtarët më të fuqishëm në mashininë e verët janë kompanitë tona. Pra, neve kemi kapacitete për të realizuar projekte të mëdha, por duhet të bëhet ai partneritet. Duhet që institucionet, gjithsesi qeveria, t'i besoj biznesit lokal dhe t'u jep mundësinë. Në rast se nuk mundet, atëherë do e kemi një penalti të cilën nuk e kemi shënuar, ndoshta si gol. Po duhet t'i jepet mundësia dhe duhet shteti të sheh që mjetet e saj financiare me mundësinë më të madhe dhe me zellin më të madh të sheh që ti kursej dhe ti ruaj në ekonominë vendore, mos t'i jep te kompanitë e huaja, sepse e dini, neve kemi edhe konceptin e zonave teknologjike industriale, ku kemi kompani të huaja të cilat operojnë ata. Ata përveç që janë të liruar nga shumë tatime, nga shumë obligime ndaj shtetit, statistikat tregojnë që diku nga 40 e në rastet të caktuara deri në 70% të fitimit të tyre ata e reinvestojnë në shtetin anë të tyre. Po, që nuk kupton që parat të cilat janë gjeneruar. Ne bëjmë favore, parat i marrin shtetet tjera. Pikërisht, sepse ekonomia moderne thotë që duhet të kesh një rritje konzistente. Në rast se nuk ka rritje konzistente, rrezikon nga shteti i fqinit, i cili ka rritje konzistente pra të kaploj tërë tregun. E potencova më herët, Bashkimi Evropian ka të mirat e saja, por nëse për neve hapen dyert nga shtetet e Bashkimit Evropian, nuk kupton që edhe ne i hapim dyert për ata kompani atje. Dhe etablimi i tyre do të jetë shumë më i lehtë në vendin tonë sesa ne tek ata, sepse ata janë shumë më të fuqishëm. Pra kanë vite të tëra, dekada të tëra që janë pjesë e një tregu shumë më të madh dhe kapacitetet e tyre as që krahasohen me kapacitetet tona sepse janë shumë më të mëdha.